Lëkura perfekte nuk ka, janë filtra të gjitha. Duhet të miqen shpejt akne, duhet diçka që të pastrojmë direkt. Ka nevojë të kemi 12 hapa skincare. Mjafton një larje, një hidratim, një krem dielli. Shikojnë atë fytyrën e bukur me filtra. Ashtu siç mund të kenë rregulluar disa punë, ashtu dhe prishin disa punë të tjera rreth sociale. Trupi dhe mendja nuk flasin. Shpesh të rasin nëpërmjet lëkurës. Ekzistojnë më sëmundje si zgjebja. Po ta shikosh chatin në fund thotë po duhet të flasësh me një dermatolog. Kemi nevojë ne për kaq ndërhyrje estetike ditët e sotme. Nishanet dalin vazhdimisht, sepse nishanet janë pjesë e gjeneve tona. Shkakton kancer lazeri. Kremi dielli shkakton kancer, që është mbi i rrezikshëm. Ishte një melanom dhe një melanom goxha avancuar, që po të ishte kapur më shpejt, do kishte shanse më të larta jetën. Health and Sport Partners prezanton podcastin pa recetë, i mundësuar nga Farmaci Sidi, Vichy, La Roche-Posay, Dr. Brown, Kerrywell dhe Vitanet. Episodi i ditës së sotme është një episod me të cilin shumica për jush do të gjejnë veten. Pse? Sepse shumë meshkuj, shumë femra, po sidomos femrat, kujdesen për lëkurën në përditshmëri me trajtime të ndryshme, me produkte të ndryshme, por ajo që na mungon në përditshmëri është informacioni. Dhe këtë informacion sot do ta ndajmë së bashku me mjeken dermatologe, Jorida Memini. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Falenderoj shumë për ftesën. Dukesh pak emocionuar. Gjithmonë para kamerave jam. Doktoresha, shpesh ne flasim për lëkurën, flasim për produkte, flasim për skincare-in, flasim për gjithçka. Unë doja të nisja me një hap ndryshe për të bërë një prezantim të ndin dhe më pas të flasim pak pa filtra për lëkurën. Po, patjetër, po. Unë jam Jorida Memini, që prej 2009-s mjeke dhe nga 2015 këtej mjeke dermatologe. Ushtroj profesionin tim në Tiranë. Ti je nga Gjirokastra? Jo, nuk jam nga Gjirokastra, i matë është Sarandiot, ndërsa unë jam lindur rritur në Përmet. Lindur dhe rritur në Përmet. Dhe vazhdon aktivitetin në Tiranë? Në Tiranë, po. Si e shikon ditët e sotme kujdesin ndaj lëkurës dhe ku e shikon shqiptarët ditët e sotme mbi përdorimin e produkteve të ndryshme apo dhe cilësinë e tyre? Krahasuar me shumë vite më përpara, kur unë hyra drejt fushës dermatologjisë, ka filluar të shritur ndërgjegjësime, si nga ana e skincare-it, pra e kujdesit të lëkurës, përbërësit, produktet e ndryshme që përdoren, si nga ana e pjesës dermatologjike, klinike, sëmundjeve, nishaneve, kontrolleve të tjerë. Pra kanë filluar janë ndërgjegjësuar njerëzit në përgjithësim. Dhe mbi përdorimin e skincare-it? Po, janë bërë më të kujdesshëm, kanë filluar kuptojnë më shumë, janë të interesuar se çfarë duhet të përdoren, duke ju referuar llojit të lëkurës që secili pacient ka. Domethënë bëjnë pyetje dhe nuk janë më të painformuar për shembull për kremin e diellit. Shoh shpesh që vin pacient që kremin e diellit e përdorin çdo ditë. Më përpara kremi i diellit presupozohej që sipas pacientëve përdoreshe vetëm në periudhën e verës. Tani e shoh që është rritur ndjeshëm ndërgjegjësime për pjesën e kujdesit ndaj lëkurës. Në trajtimin e përditshëm që ti bën me pacientët, kush është ajo grup mosh e cila kërkon më shumë vëmendje dhe kërkon më shumë kujdes? Kujdes për sa i përket pjesës emocionale, psikologjike janë kryesisht adoleshentët. E lidhur gjithmonë me patologjitë që mund të kenë, me aknet, me alopecit, me kujdesin, me ndaj lëkurës e me radhë. Kurse grup mosha që paraqitet më shpesh për konsulta janë të rinjt, kryesisht 20-40 vjeç, domethënë. Si ka ndikuar ana emocionale tek të rinjt, duke ditur që janë edhe kryesisht me aknet e moshës, kryesisht me problematika në fytyrë dhe shpeshherë unë si farmacist nga Banaku e kam hasur si problematik sepse thot duhet të miqen shpejt akne, duhet diçka që të pastrojmë direkt. Le të jetë produkti i shtrenjtë, le të jetë produkti i fortë,
por dua ta përdor. Si ka ndikuar dhe pse ndikon kjo gjë? Është e mirë kuptueshme që ndjen kështu, sepse bullizmi qëndron sidomos në ato mosha, sidomos në pacientët që kanë akne të shprehura. Megjithatë, asnjë krem nuk është mrekulli bërës. Domethënë, kremi do kohën e vet për funksionuar. Shumica e pacientëve ndërpresin përpara kohe, përpara se të shohin rezultatet e duhura dhe hallakate në mjek pas mjeku, sepse nuk i lën kohë produkteve që të funksionojnë. Duhet të kenë durim, duhet flasë me mjekun dermatolog, duhet i sqaroj për gjitha, sigurisht që mjeku dermatolog duhet merr edhe me pak me anën emocionale të këtyre pacientëve. Janë pacient të ndrojtur, shpeshherë unë shoh gjatë konsultave të mia që nuk më shohin, janë pacientë që nuk shohin në sy. Domethënë ndjen shumë të ndrojtur nga problematika që kanë. Kështu që duhet marrë edhe me pjesën emocionale të pacientit në këtë rast. Shpesh evitojnë fotot, evitojnë njerëzit rreth rrotull, evitojnë shkollën për këtë arsye, sepse ndjen të bullizuar për pjesën e akneve. Dhe ajo që kam parë bëjnë edhe shumë skincare të ndryshme për të mbuluar ato imperfeksionet e vogla të cilat nuk kemi. Duke prishur barierën e lëkurës në këtë mënyrë. Dihet shumë mirë që bariera e lëkurës nuk prishet kur vendosen pak produkte ose kur mungon një produkt i caktuar. Bariera e lëkurës prishet kur neve e mbingjeshim lëkurën me produkte nga më të ndryshmet. Kështu që e bëjmë më keq në një farë mënyre. Do të qëndroj pak tu tek ana emocionale, sepse shpeshherë bullizimi, nëse do ta quajmë të tillë, i prek jashtëzakonisht shumë këta persona dhe i shtyn për të mbyllur në vetvete apo edhe për të krijuar ankth, depresion dhe çështje të tjera. Na duhet ta startojmë ne si profesionist për t'ia lehtësuar punën këtyre adoleshentëve. Duhet të merremi shumë me anën emocionale, siç thash, në përgjithësi janë shumë të ndrojtur këta lloj pacientësh, kështu që duhet ta bëjmë sa më thjesht jetë e mundur. Shpesh rrjetet sociale i kemi kundër në këtë luftë kundër bullizmit, le të themi, sepse kanë krijuar një lloj perfeksioni në tërësi për pjesën e lëkurës, për pjesën e fytyrës, për pjesën e mirëmbajtjes. Dhe në një farë mënyrë këta adoleshent marrin, le të themi, koncept në gabuar, model në gabuar, pra një lëkurë me pore, një lëkurë me rudha, një lëkurë edhe me akne ndonjëherë. Nuk do të thotë që është lëkurë me defekte, është një lëkurë normale. Kupton? Pra neve jemi munduar, ne mundohemi që të themi që nuk ka lëkurë perfekte. Lëkura perfekte nuk ekziston. Ka lëkurë me imperfeksione që sigurisht rregullohen duke shkuar te specialisti i duhur, por që lëkura perfekte nuk ekziston. Është e nevojshme që një adoleshent me problematika të akneve të këshillohet dhe me një psikolog? Atëherë, për mua mjeku dermatolog është i pari që duhet të bëj dhe në një farë mënyre këshillim psikologjik emocional për këta fëmijë. Po sigurisht edhe psikologu është i domosdoshëm në raste që duhet. Ju kemi prishur punën e farmacistët me rekomandimet që bëjmë? Ndonjëherë po. Mbi ngarkohen shumë. Mua më vinë paciente me shumë hapa skincare. Nuk ka nevojë të kemi 12 hapa skincare. Mjafton një larje, një hidratim, një krem dielli. Kaq është baza. Pastaj të tjerat mund të shtohen avash, mund të shtosh një mask, mund të shtosh një eksfoliues, por jo të gjitha vrullshëm dhe jo të gjitha menjëherë, sepse ndonjëherë këta lloj pacientësh pastaj fillon edhe ai ankthi i skincare-it që i themi neve. Nuk dalin nga shtëpia pa i bërë të 12 hapat. Nuk dalin nga shtëpia pa vendosur një përbërës të caktuar. Farmacistët sigurisht që janë një themel aleat shumë i mirë për pjesën e skincare-it, sepse jo gjithmonë duhet vesh dermatologu kur gjërat janë stabilizuara, megjithatë ndonjëherë dhe teprojnë. Unë si farmacist jam sot para banakut dhe dua të rekomandoj një rutinë të caktuar. Cilat janë hapat që një dermatologe do më rekomandonte që unë t'ja përcjellja këtë informacion pacientit? Fillojmë gjithmonë me larjen e fytyrës, bazuar gjithmonë në llojin e lëkurës që çdo pacient ka. Ka larës, për farmacistët e dinë shumë mirë sepse kanë shumë produkte dhe e dinë se si ndahen, domethënë. Çdo produkt ndahet në varësi të specifikës që çdo pacient ka. Ka larës për lëkura të ndryshme, ka larës për lëkura të thata, ka larës për lëkura sensitive që skuqen kollaj. Pra, farmacisti arrin ta kuptojë nëpërmjet historisë që e pacienti, nëpërmjet anamnezës që e pacienti, se çfarë lloj fytyre ka, dhe pa e futur fare pacientin në skin test. Të njëjtën gjë që bën dhe mjeku.
Në varësi të llojit të lëkurës që ka, kalojmë tek larsi specifik, mbas larsit mund të përdoret një tonik nëse kërkohet toniku nga ana e pacientit, nëse nuk kërkohet mund ta edhe ta anashkalojmë si hallk. Një hidratues shumë i mirë dhe kremi diellit absolutisht i padiskutueshëm. Për mua këto janë të mjaftueshme. Nëse pacienti kërkon, ka dëshirë të vendosë të tjera gjëra ekstra, mund t'i përdori. Shpeshherë mua më ka hasur puna edhe në disa pika shumë të rëndësishme, të cilat janë jashtëzakonisht shumë të gabuara. Ka pacientë të cilët nga mungesa e informacionit, por dhe marrja e informacionit të gabuar, vendosin vezë, vendosin limon, vendosin produkte ushqimore në fytyrë. Si është realiteti, si është e vërteta për këtë gjë, se unë për vete e kam mbetur i shokuar për këtë pjesë. Po, veza nuk është se jep ndonjë dermatit kontakti dhe shumë të fortë, po ka gjëra që japin dermatite kontakti të forta, për shembull, vendosin hudhra. Ne na kanë ardhur pacient me djegje nga hudrat, mbi akne për shembull, dhe kanë vendosur gjatë gjithë natës e në mëngjes kanë pasur një plag, nuk kanë pasur më akne. Normalisht nuk duhen vendosur gjërat pa qenë të sigurt se çfarë efekti mund të bëjnë aty. Ka gjëra të lehta që më përpara janë vendosur dhe nuk kanë shkaktuar problematika, por ka dhe gjëra që duhen vetuar. Limoni për shembull, ose kontakti shumë i gjatë, le të themi. Nëse ajo vendos kontakt shumë gjatë me limonin, se nëse e përdor për shumë pak dhe menjëherë e lan fytyrën, okay, mund ndihmoj deri në një momenti. Po nëse ti e lë shumë gjatë, vendosur limonin, hudrën, ose produkte të tjera, ose përdoren nga më të ndryshmet, faktikosin, që mund të jetë shumë acide dhe tjera, mund të bësh dermatit kontakti. Dhe jo vetëm që nuk i bën mirë, por që ha probleme të tjera pastaj. Në ndodh shpeshherë që këta pacientë nda vinë me këto informacione, qoftë në këtë aspekt që sapo diskutuam, po qoftë edhe në aspektin tjetër që shikojnë nga rrjetet sociale. Shikojnë atë perfeksionin. Shikojnë atë fytyrën e bukur me filtra, të cilën është bërë nga Instagram apo aplikacione të ndryshme, dhe shikojnë influencers të ndryshëm të cilët thonë përdor këtë se kjo bën mamin, përdor këtë se kjo jep këtë rezultat, dhe pas 2 javësh apo pas një muaji thonë që përdor dhe këtë kremin tjetër se dhe kjo është shumë i mirë dhe bën këtë mrekulli. Si do t'i kemi raportet me rrjetet sociale? Me rrjetet sociale, ashtu siç mund të kanë rregulluar disa punë, ashtu dhe prishin disa punë të tjera rrjetet sociale. Për sa i përket perfeksionit, siç e zura në gojë dhe çfarë, nuk ekziston. Nuk ekziston asnjë lëkurë, dhe një bebe po ta marrësh ka problematika, domethënë kapore. Jo më një lëkurë e rritur, kështu që nuk ekziston perfeksioni. Rrudhat, poret, ndonjë akne, komedonet janë gjëra normale. Nëse ato fillojnë edhe shtohen problematikat, pastaj sigurisht që duhet folur me mjekun dermatolog. Por që lëkura perfekte nuk ka, janë filtra të gjitha, kështu që nga kjo anë se le të themi një person i pjekur është i aftë ta kuptojë që okay, këto janë filtra dhe unë nuk e besoj këtë gjë. Po një person, një fëmijë i vogël, 12 vjeç, një adoleshente, le të themi 12-13 vjeçë, edhe më lart, nuk e kupton dot kush është realja dhe kush jo, sepse nuk e ka trurin të formuar që ta kuptojë atë gjë. Kështu që marrin për bazë një rol, marrin për bazë një model që nuk ekziston. Sepse nuk ka model perfekt. Dhe rrjetet sociale janë duke le të themi manipuluar mendjen e adoleshentëve. Unë shikoj 2 anë. Një anë të cilët bëjnë pjesë adoleshentët që kërkojnë atë perfeksionin e vet, të bazuar nga rrjetet sociale apo dhe nga shoqëria ku ata jetojnë në përditshmëri, dhe shikoj një grup të post 50-ave të cilët duan një lëkurë tashmë sa më natyrale. Të dyja janë pole të kundërta, por ndoshta duhet ne që të fokusohemi më shumë tek shembulli i post 50-s që të japi atë këshillat e duhura, le të themi, ose bazimin në lëkurën reale, në të vërtetën. Në lëkurën e vërtetë. Po, dhe ajo duhet, pra, një shembull, pra, ti merr një
person që ka problematika të vërteta. Domethënë, post 50 i bie që ajo ka rrudha, teksturë lëkurës, mund të jetë me njolla, pra një person që e mirëmban lëkurën në atë moshë që tregon etapat që vendos për lëkurën e vet, mund të bëhet një shembull për dikë që është në 30-ta, 40-ta veta, më kupton? Ose të thotë çfarë kam bërë gabim dhe çfarë jam duke bërë mirë me lëkurën time. Kurse për sa i përket dhe pjesës influencers që më pyete pak më përpara, shpesh duke mos ditur tipologjinë, sepse siç tham, çdo krem ka një tip lëkure të caktuar që e përmirëson. Pra, duke mos ditur tipun e lëkurës së gjithë secilit, nuk mund të hym në ne mund të bëjmë një reklam të caktuar për diçka, domethënë që kjo është shumë e mirë sepse lëkurës time i mirë, por lëkura ime nuk është si lëkura e gjithë të tjerëve, më kupton? Secili ka specifikat e veta. Kështu që edhe në qoftë se dhe ne dermatologët kur mund nxjerrim ndonjë krem që na pëlqen, i pëlqen lëkurës time. Mua më pëlqen si produkt, më ri mirë, mund të rinë mirë edhe 10 njerëz të tjerë, por nuk u ri mirë 200 të tjerëve, kështu që nuk mund merret për bazë. Çdo gjë shikohet se si rinë në lëkurën tënde. A mund të lexoj një dermatologe shëndetin e një pacienti në përgjithësi vetëm nga klinika e lëkurës? Patjetër që po. Shumica, trupi nuk flet, trupi dhe mendja nuk flasin. Shpesh të rasin nëpërmjet lëkurës. Pra, ka rashe ose puçra të llojeve të ndryshme, diagnostika në dermatologji është shumë e gjerë. Mund të ketë 2500-3000 sëmundje dhe sindroma që shprehen vetëm me puçra në lëkurë, me problematika. Pra, neve i ndajmë pak a shumë, një dermatolog e ndan. Dermatologu për shembull kërkon shumë ekzaminime. Pse? Sepse shpesh ne e lidhim një rash të caktuar, pra formojmë puzzle-in me një problematikë që mund të jetë e brendshme. Kështu që patjetër që po. Ose ka pacient për shembull që kur neve shohim që çdo gjë është okay nga pjesa e organizmit, janë pacient që mund të shkaktojnë vetë problematika në lëkurë. Pra pacientët që kanë problematika me sëmundjet mendore, le të themi, që është problem vetë edhe ajo pjesë. Kështu që po, gjithmonë problematikat e lëkurës në një pjesë të mirë të rasteve janë gjithmonë të lidhura me pjesën e brendshme të organizmit. Ju ka ndikuar dhe ju AI si puna jonë që tashmë vjen me telefonin në dorë dhe e ka bërë vizitën online, e ka bërë dhe nxjerrjen e diagnozës dhe thjesht të vi të marrë një aprovim për konfirmim, po vin pacient plot. Doktorja ka marrë vetëm për konfirmim ose konfirmove atë që çati tha. Megjithatë është e vështirë. Është e vështirë sepse po ta shikosh çatin në fund se kam pyetur edhe vetë. Edhe në fund thot po duhet të flasësh me një dermatolog, ndërkohë që dermatolog unë jam vetë, më kupton, kështu që është pak e vështirë me foto. Dhe neve marrim perceptim të gabuar ndonjëherë. Mund të duket elementi shumë i theksuar se ç'është, ose lezionet ose plagët, puçrat që të flasë në gjuhën e thjeshtë, domethënë mund të duken shumë të theksuar se ç'janë, ndërkohë në të vërtetë nuk janë aq. Pra foto shpeshherë na mashtron. E të njëjtën gjë mund të bëjë dhe çati pa dashje, pra të keq interpretojë një foto që e dërgojnë. Nuk mund të bazohemi aty. Okej, mund të marrim një mendim fillestar, por që patjetër duhet folur me specialistin. Cilat janë disa nga shenjat që lëkura nuk i toleron dhe duhet ndërhyrja e dermatologut me patjetër? Po, atëherë, një plagë që nuk mbyllet. Domethënë ne kemi marrë mjekimin për atë plagën, pacienti merr mjekim her pas here dhe ajo plagë nuk po mbyllet dhe po shkon kohë. Mund të orientoj për karcinom kutane. Njolla hemorragjike në lëkurë, pa arsye, pa u vrarë, pa u traumatizuar lëkura, që dalin her pas here. Kruarje pa ndonjë shkak të caktuar, çdo lloj dalje e çdo lloj elementi të ri, nuk jo domosdoshmërisht i errët, sepse shpesh njerëzit i lidhin melanomat ose kancerin e lëkurës me elemente errët që dalin. Shpeshherë melanomat janë dhe ngjyroz, janë dhe ngjyrmishi, kështu që çdo lloj elementi i ri që del ose çdo lloj nishani që ndryshon ose elementi që ndryshon duhet patjetër të konsultohet me pacientin me mjekun dermatolog për çdo lloj gjëje. Po sidomos për kruarjet pa puçra që nuk kanë asnjë simptom tjetër, domethënë thjesht kruarje të trupit. Ekzistojnë më sëmundje si zgjebja apo sëmundje të tjera të cilat kanë pasur një historik shumë vite më parë në Shqipëri? Po, zgjebja po, është e pranishme akoma, është shumë e pranishme madje. Shohim
vazhdimisht pacient me zgjebim. Cilat janë hapot që duhet të ndjeki një pacient në momentin që konstatohet me këtë problematikë? E para duhet flasim me mjekun dermatolog, absolutisht sa më shpejt jetë e mundur. Në qoftë se është një kruarje që me mjekimet që mund të japin farmaci ose mjeku familjes nuk kalon, duhet folur patjetër me mjekun dermatolog. Sidomos dhe në qoftë se përforcohet nga fakti që kryen dhe të tjerë në familje, pra nuk kruhet vetëm një person. Pjesën tjetër pastaj sipas këshillimeve të mjekut, sepse edhe mjekimi nuk është i njëjtë për çdo person, pra nuk mund të mjekojmë njësoj si një bebe edhe një person adult. Kështu që specifikat e aplikimit të kremrave ose në rastet e duhura dhe tabletave duhet patjetër folur me mjekun dermatolog, pa absolutisht nuk duhet neglizhuar në qoftë se ka kruarje që nuk ikën. Meqense përmende pak fëmijë tani. E shikoj në farmaci në përditshmëri që blihen shumë kremra për t'i përdorur fëmijëve. A është e nevojshme që ne t'i përdorim kaq shumë kremra fëmijëve? Fëmijët ka nevojë për një larës, shampo, që mund të jetë edhe për pjesën e trupit, ka nevojë për një hidratim dhe për kremin e diellit, kaq. Që mund të dalin për ditëshmëri, asgjë tjetër. Po, asgjë tjetër. Pra, mos nisemi nga marketimi që duhet të përdorur kjo, duhet të përdorur ajo. Jo, për kaq ka nevojë. Që nuk ka kuptim të përdorim gjëra të tjera ekstra në lëkurën e fëmijës. Tani nga fëmijë do idhemi pak tek ajo që në përditshmëri na ka prekur të gjithë. Estetika. Po. A kemi nevojë ne për kaq ndërhyrje estetike ditët e sotme? Në qoftë se flasim për ndërhyrje të vogla që rrisin vetë vlerësimin ton, patjetër që po. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Ndërhyrje me karar, pa e tepruar. Në qoftë se e teprojmë, pastaj jemi duke larguar estetikën nga mjekësia. Pra jemi duke vepruar gabim. Kështu që sigurisht që mirëmbajtja, të ndjesh mirë me veten është gjë shumë e mirë, por pa e tepruar gjithmonë. A janë fillerat gjithmonë një zgjidhje e bukurisë? Jo, nuk janë fillerat një zgjidhje e bukurisë. Për mua është mirëmbajtja e para. Ka mezoterapi të ndryshme, po e lëm skincare-in më njanë, home care-in në shtëpi, po flas për procedurat estetike. Për mua mezoterapi, skin boosterat, lazerat, bota po shkon më shumë në drejtim të procedurave të teknologjisë sesa në drejt makinerive sesa fillerave. Kështu që fillerat duhen, ka raste që sigurisht që duhen, por që nuk janë gjë e parë që neve rekomandojmë te pacientët. Dhe kam vënë re, të paktën në pacientë e mi që kërkojmë kryesisht gjëra mirëmbajtje. Tani do të bëjmë një pyetje kështu personale, sepse ma kanë bërë personale, saj që vinë paciente, kryesisht paciente në farmaci, thot do më japësh një krem se bëra një lazer, një krem qetësues se bëra një lazer. Dhe nga ana tjetër pyetja gjithmonë kush është në fillimet e veta. Thot, shkakton kancer lazeri? Lazeri epilimit po flitet? Epilimit. Përderisa është aprovuar nga FDA-ja për këtë gjë, nuk shkakton kancer. Në jetën tënde dhe në karrierën tënde, cila do ishin disa këshilla që ti do t'i jepje pa filtra për ata adoleshentët, për moshën mbi 30, por dhe mbi moshën mbi 50? Atëherë, këshillat, të përdorim kremin e diellit, është për çdo moshë, është anti-age, është anti-njoll, është anti-kancer e me radhë. Të jemi të kujdesshëm për çdo element të ri që na del në trup, të mos përdorim kabinat solare, sidomos për gocat e reja që kanë qef që të nxjihen shpejt para kohe, para periudhës së plazhit, janë baraz me kancer lëkure. Nuk ka perfeksion, sidomos për adoleshentët kjo gjë. Unë e thash disa herë dhe do ta rikthem, sepse e shoh që shpesh vinë me atë mendimin që lëkura ime është lëkura e sajt në filan rrjet sociale është e kështu, nuk ka perfeksion. Unë kam parë shumë lëkura të ndryshme edhe njerëz publik dhe nuk janë perfekt siç mund të jenë nëpër fotot që nxjerrin. Kështu që dhe duhet ta theksoj sidomos për adoleshentët,
sepse ata e shohin ndonjëherë botën ndryshe nga që shohim ne që jemi pak më të pjekur, kështu që perfeksioni nuk ekziston. Nëse del një puçur, kemi një akne, okay, do e zgjidhim. Aknet bëjnë të tyre dhe qetësohen, kështu që është thjesht çështje kohe. Kështu që të jenë pozitiv edhe çdo gjë do zgjidhet. Po mbi moshën 30? Mbi moshën 30, pastaj fillojnë pjesa e rrudhave, pjesa e njollave, fillon jo kaq shpejt, ndoshta në një karcinom kutane, me shumë kujdes për pjesën e melanomave, pra më shumë janë tek pjesa e kontrollit të duhur të lëkurës. Unë them gjithmonë pacientëve të mirë që një herë në muaj përpara pasqyrës, para se të futemi në dush, bëjmë një kontroll, rrotullohemi një herë, shohim, na ka dalë ndonjë gjë e re, ndonjë element i ri në trup, a na ka ndryshuar ndonjë nishan. Kurse për rrudhat e për njollat pastaj janë pjesë e jetës, sigurisht që ka procedura që i minimizojnë, po ka raste që dhe rrudhat edhe njollat kanë të bukurën e vet. Domethënë, kështu që Dhe mbi 50? Mbi 50, pastaj sigurisht për pjesën e vazhdojmë me pjesën e rrudhave, vazhdojmë me pjesën e karcinomave kutane që janë të shprehura. Faktikisht mbi 50 kanë qenë pacientët që ka qenë njerëzit që më përpara nuk janë kujdesur fare për pjesën e diellit. Kështu që janë të prirur për të bërë karcinoma kutane. Janë ato kanceret e lëkurës që nisin si plag që nuk shërohen, ose njollat, ose lentigot. Kështu që duhet të jenë më të kujdesshëm në këtë pjesë, pra atë pjesa e diagnostikës sa më të hershme. Mund të bëjmë për pak minuta pacienti jot tani, se do të bëj dy gjëra edhe pyetje në përditshmëri. Një nga reklamat që unë kam parë më shumë që ka bërë buj, ka qenë bli këtë suplement se do të ikin thinjat. Ikin thinjat me suplemente. Unë ditën e sotme prandaj kam lënë paqet për flokët që tregoj që ne pavarësisht se jemi brenda sistemi shëndetësor, brenda farmacisë, nuk ka një suplement që dita marrësh edhe të largoj thinjat e flokëve. Por gjithsesi, nga dermatologu i duhen përgjigje. Po, është e vërtet. Megjithatë ne shohim ndonjëherë, sepse thinjat ndonjëherë janë parë të lidhura për shembull me mungesën ose deficitin e vitaminës B12. Pra, këto thinja kanë ndonjë shkak të caktuar të brendshëm apo janë gjenetike. Në qoftë se kanë një shkak të brendshëm, për shembull kanë një deficit vitaminës B12 dhe mos në fëmijët e vegjël dhe ne e zvendësojmë, kemi parë që kemi goxha progres pozitiv. Kurse në qoftë se janë gjenetike, është pak e vështirë. Kështu që ndryshe zë kishte farmacistë, nuk do kishte mjek dermatolog që merr me flokët pa thinja, gjithë kemi thinja, kështu që të mbjellja e flokëve. Më duhet më mbjellje flokësh? Për mua je në rregull. Mos ju asaj pune. Ndoshta unë e kam timen këtë që ka disa imperfeksione që mua më pëlqejnë. Ka rrudha që mua më pëlqejnë, ka dhe njolla që mua më pëlqejnë ndonjëherë. Edhe pacientët e mi më shikojnë ndonjëherë kështu me të habitur. Ka ca gjëra që ndonjëherë pavarësisht se janë imperfeksione, përsëri duken mirë, kështu që në trup kam shumë nishana. Cila duhet të jetë kujdesi që duhet të ushtroj kundër nishaneve, kundrejt nishaneve, dhe cila është ai limiti që duhet të kontaktojmë me patjetër joridën. Nishanet dalin vazhdimisht, sepse nishanet janë pjesë e gjeneve tona, ne nuk është se ndalojmë dot daljen e nishaneve të rinj. Megjithatë duhet jemi të kujdesshëm për të qenë vigjilent për ndryshime të caktuara në nishanet. Neve i referohemi gjithmonë rregullit ABCD. E dermatologët gjithmonë bëjnë fushata sensibilizuese për këtë gjë. Rregulli ABCD konsiston në disa shkurtore, A-ja konsiston në asimetri. Pra një nishan që më përpara ka pas qenë i rregullt, fillon edhe krijon një asimetri. Pra unë them gjithmonë, po të heqim dy vija pingule dhe për ta ndarë nishanin në dy gjysma, nuk përputhen anët e nishaneve me njëra tjetrën. Pra këtu ka filluar nishani është bërë asimetrik. B-ja do më thënë border. Pra nishani fillon e del nga kufinte vet normal që ka pas më përpara. Formohen ca si dekzime ose strix që quajmë neve. C-ja është për color, për ngjyrën e nishanit. Kur një nishan ka pas qenë uniform më përpara, tani fillon e merr nuanca të ngjyrave të ndryshme. Pra shohim edhe kafen, edhe të zezën, edhe grin, edhe më të zbardhur. D-ja është për diametrin, kur neve themi diametrin, domethënë nëse kalon
madhësinë e gomës së një lapsi, atëherë është diçka që duhet vlerësuar dhe eja është për evolucionin e këtij nishani në përgjithësi. Pra një pacient që shikon ose kur e pyet po ky më ka ndryshuar, pra kjo tërësia e gjithë këtyre gjërave që tham. Kështu që për këto duhet jetë shumë i kujdesshëm çdo pacient. Nuk mund ta marrim të ndarë, për shembull vetëm asimetrin se ai mund të jetë një nishan që ka qenë asimetrik që në fillim për shembull, po duhet marr në total e gjitha bashk. Megjithatë ne themi një herë në 6 muaj ose një herë në vit duhet bërë dermatoskopia e nishaneve. Domethënë është sepse çdo gjë e kapur në këto lloj afatesh kohore kapet shpejt dhe çdo gjë po u kap shpejt është e kurueshme. A duhet të hiqen nishanet në kushte shtëpie sepse ka shumë persona të cilat i bëjnë vetë si procedurë? Po, e kam dëgjuar dhe këtë kam pacientë që i kanë hequr vetë në kushte shtëpie, jo. Në mënyrë absolute jo. E thënë nga unë, besoj e thënë edhe nga çati, e thënë nga shumë profesionistë të tjerë. Kështu që jo, nuk duhet hequr në mënyrë absolute në kushte shtëpie. Mungon steriliteti, mungon kontrolli para prakit. Nëse dhe kanë bërë kontrollin para prak dhe mjeku ka dhënë okejin, ai nishan mund të infektohet, mund të lë një cicatrice shumë të madhe aty në mënyra se si e heq me kremra ose me opsione të tjera. Nga ana tjetër ti atë nishan nuk e ka kontrolluar fare, mund të jetë një melanom që ka nisur ose një melanom ekzistente. Dhe ti e djeg vetëm si pamje, por ndërkohë melanoma vazhdon avancon, kështu që absolutisht jo. Pa e parë një herë absolutisht jo. Nëse i referohemi miteve, kush është miti më i madh që pacientët e tu shfaqin? Nëse është bimore nuk bën dëm. Kjo është, sidomos për produktet e skincare-it, gjë që s'është fare e vërtet. Mund të bëj dëm edhe po si, mund të japi dermatit alergjik, mund të japi hiperpigmentime varet nga lloji bimës që mund të jetë me radhë. Miti tjetër është kremi diellit vendose vetëm në plazh ose kremi diellit shkakton kancer, që është miti rrezikshëm faktikisht. Nuk ishin nishanet, nuk gacmojnë fare nishanet. Ka njerëz që mirë për pjesë estetike, se s'do ta heqësh, nuk ka problem, mund ta mbash, po insistojnë për mos ta hequr kur aty është një melanom, që duhet hequr patjetër, ose kur është një nishan atipik. Kështu që janë disa mite kur janë pa zarar nuk ka problem, mund të vazhdojnë edhe të vazhdojnë si mite, po kur janë me zarar patjetër që duhet ta flasim. Cili ka qenë ai rast që të ka mbetur në mendje ty si dermatologe dhe që të ka bërë të ndryshosh mendimin? Atëherë, për të ndryshuar mendje, unë jam më shumë tek pjesa e sensibilizimit përsëri, sepse neve duam s'duam në dermatologët pak a shumë rastet problematike kemi me rastet që janë jetë kërcënuese, siç është melanoma për shembull. Ka pasur një rast kur unë kam qenë specializante, që ishte një djalë i ri faktikisht vinte i shoqëruar me policë sepse ishte vinte nga një burg. Kishte një ai referonte që ishte një plagë në kuriz, por që neve sigurisht na shkoi mendja që ishte diçka jo e mirë dhe në momentin që hoqi ankeplastin ishte një melanom që rrithe gjak, domethënë ishte shumë e avancuar praktikisht. Edhe djali tha që kishte kërkuar kohë më përpara që ta shikonte këtë nishan sepse kuptoi që diçka nuk shkonte, por që nuk ishte miratuar, nuk e di për çfarë arsye, por besoi se shpesh neglizhohen nishanat, neglizhohen shenjat, se gjë lëkure është, shumica e njerëzve e thon kështu. Por që ishte një melanom dhe një melanom goxha e avancuar, që po të ishte kapur më shpejt, do kishte shanse më të larta jete. Kështu që ky rast më ka mbetur në mendje, mendoj vazhdimisht, nuk e di se çfarë u bë më vonë me djalin, po faktikisht melanoma ishte goxha e avancuar. Për të mbyllur dhe për të transmetuar gjithmonë atë sensibilizimin që ti thua. Sa të shpesh duhet jemi ne si figura të kujdesit shëndetësor në praninë e pacientëve me këshilla të përditshme? Gjithmonë. Farmacisë është sigurisht gjithmonë sepse janë, le të themi, porta e parë. Pacienti aty përplaset fillimisht. Mund të marrë ndonjë mjekim paraprakisht para se të vite mjeku, si mjeku familje, si mjeku specialist, por që farmacistët duhet patjetër dhe unë kam parë raste që më kanë ardhur me nishan të caktuar që ua kam parë farmacistët dhe mund të kenë qenë nishane atipik dhe kjo gjë më ka pëlqyer shumë.
faktikisht. Kështu që farmacistët janë porta e parë. Duhet të jenë shumë vigjilent ose duhet të dëgjojnë me kujdes ankesat e pacientëve nëse kanë problematika si nga ana pjesa e lëkurës si nga ana e nishaneve. Kështu që farmacistët duhet të jenë te kjo pjesa e sensibilizimit më të gjendur. Sigurisht edhe mjekët pastaj, dhe mjekët e familjes, edhe mjekët specialistë. Sidomos edhe mjekët e familjes duhet të dinë ndryshimet në lëkurë, nishanët që janë problematike me radhë, sepse shpesh nishanët kalojnë të padiagnostikuar derisa shkojnë tek mjeku dermatolog. Edhe kjo është për të ardhur keq faktikisht. Çfarë vlerëson më shumë nga jeta ditën e sotme? Shëndetin. Nga jeta ditë e sotme vlerësoj më shumë shëndetin. Unë kam qenë nëpër disa dallg her pas here gjatë jetës time dhe vetmja gjë që vlerësoj është shëndeti. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm për çdo lloj simptome apo shenje që trupi na jep çdo ditë. Besoj se kemi dhënë disa mesazhe shumë të rëndësishme, sidomos për adoleshentët. Uroj që po. Shpresoj shumë që të transmetohet informacioni i duhur dhe të merret informacioni i duhur nga të gjithë, sepse asnjëherë askush nuk është perfekt. Si në lëkurë, si në sjellje, si në mentalitet e në gjithçka. Është e vërtet, un kam fëmijë adoleshent, kështu që edhe un prekem kur shoh pacient adoleshent. Po prindrit janë përveç gjithë të tjerëve, prindrit janë shumë të rëndësishëm në mirëkuptimin e fëmijëve, në këshillimin e duhur. Ndonjëherë duhet jemi të duruar, është edhe mos shumë e vështirë, domethënë që shpesh i shohin gjëra të rrëmujshëm me rebelizma, por që prindrit duhet janë shumë të kujdesshëm. Nuk po flas vetëm për në aspektin e shëndetësor të lëkurës, në çdo gjë. Edhe në anën psikologjike. Patjetër që po, është kryesor jam. Duhet të punojmë shumë, na ka humbur ai filli i komunikimit. Është e vërtet sepse jeta është shumë e ngjeshur, është shumë dinamike për prindrit faktikisht, por që edhe ata një herë kalojnë adoleshencën, kështu që edhe në herë e parë që bëhemi prindër me ata, domethënë nuk është se neve kemi prindëruar, kështu që siç rritemi neve dhe ata rriten bashkë me ne, duhet të mirëkuptojnë, të dyja palët duhet të mirëkuptojnë me njëra tjetrën. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Të falenderoj unë. Informacione shumë të nevojshme për të gjithë adoleshentët, por edhe të gjithë pacientët të cilët në përditshmëri gjejnë veten e tyre. Kemi fëmijë, i quaj fëmijë sepse mbi 12 vjeç sot fillojnë dhe përdorin produkte skincare. Adoleshentët të cilët janë ato dallgët e hormoneve, por dhe në problematikat e moshës mbi aknet apo problematikat e lëkurës. Gjithmonë me moshën mbi 30 të cilët janë gjithmonë të kujdesshëm për veten e tyre, për lëkurën e tyre, por dhe për moshën mbi 50 të cilët aktualisht kanë filluar të kujdesen dhe po na rikujtojnë se të qenit ose të qenurit natyral është më bukur se sa të përdorësh filtra, të përdorësh produkte, të përdorësh gjithçka të cilët thjesht të bëjnë të mbushur për pak. Unë them gjithmonë që bukuria rrezaton së brendshme. Kështu që nuk është e thënë që neve të përdorim fillera, botokse, ku diun çdo lloj gjë të mundshme që duhem të bukur, shpesh rrezaton nga brenda. Kështu që sa më të lumtur edhe të qetë që jemi, aq më të bukur dukemi në sytë tjetër kujt. Kremin e diellit mos harroni, duhet në përditshmëri dhe sa që të keni problematika te dermatologu. Faleminderit.